për zgjedhjet e 7 qershorit? Arben, padyshim që në dy drejtime do duhet të shihet figura e zotit Kurti, edhe si kryeministër në detyrë, edhe si kandidat për kryeministër, marrë parasysh se pasojnë zgjedhjet tani edhe do duhet që të shohim më pastaj se si do të ndodhë. Ajo çfarë më bën përshtypje në këtë situatë dhe për ta ndarë me opinionin publik është që zoti Kurti ka pranuar të vijë në një ballafaqim të fortë, pa kushte. Kjo është një e vërtet e madhe, Arben. Pa kushte, pa potencuar tema, pa kërkuar ndonjë pyetje, pa kërkuar të hiqen pyetjet, duke pranuar me të ballafaqohet natyrisht me kushtet e emisionit, me kushtet e mia si autori i emisionit, edhe besoj që do të jetë një periudhë kohore që do të ngërthej në vete shumë substancë, shumë përgjigje për opinionin publik, gjithçka që është në të mirë të opinionit publik, dhe këtu më duhet ta theksoj edhe një gjë që përpos Matoshit edhe Ramës, që do të jenë së bashku me mua në studio, do të kemi mundësi të kemi në një komunikim të rrallë zotin Kurti, por edhe kandidat tjerë për kryeministra, me gazetarë dhe kolegë cilët do të jenë nga rajoni dhe njëkohësisht edhe nga diaspora. Pra do të kemi së bashku Bahri Canin që vjen përsa i takon diasporës nga Boni i Gjermanisë, do të jemi së bashku me Nebi Mërselin, kryeredaktorin shumë vjeçar të Kozdit,